Vetëm gjatë kësaj fundjave, nga kontrollet në trafikun rrugor në të gjithë vendin, policia ka shqiptuar 1570 gjoba. Nga ky numër, 216 sanksione janë për parkim të parregullt, 758 sanksione për shpejtësi më të madhe se sa është lejuar dhe 141 persona kanë qenë pa leje të vozitjes. Qytetarët thonë se është vetëdijsimi i qytetarëve që shkelin rregullat në komunikacion, ndërsa Ministria e Punëve të Brendshme duhet të shtojë kontrollet. Qa vozitin shpejt, mos vetë hiç për shpejt e për ushtrime, me do motora, me do kerre. Alloj në rujt, edhe më shumë përrime dhe ratë në shpiv, valla. Aty du të nga morën lejet, edhe mos më dhënë dojësime nga kërkure 100 jetë. E di se që ka nodhë këto, që ka nodhë. Unë vetë trishtoj për veti për hecin e për gjate. Vetë shumë trishtoj. S'nalet. Te vijet nuk nalet. Përgjithësia është shpejt. Vozhja është shpejt. Çfarë duhet ndërmerret? Çfarë duhet bëjë Ministria e Punëve të Brendshme? Ministria e Punëve të Brendshme shumë punë duhet bëjë, ama s'ban asgjë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu njoftojnë se janë shqiptuar edhe 62 sanksione për mosmbajtje të rripit të sigurimit, 31 sanksione për drejtuesit të motorëve, 27 sanksione për përdërim të celularit gjatë drejtimit dhe 8 shoferë që kanë kaluar në semafor të kuq. Nga atje shtojnë se kontrollet e shtuara të Ministrisë së Punëve të Brendshme do të vazhdojnë edhe në ditën e vijim.